Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ashpërsuar mëtej tonet ndaj regjimit të Nicolas Maduros, duke reduktuar se largimi i presidentit venezuelian nga pushteti do të ishte gjë e mençur. Në një prononcim për media, Trump la të kuptohet se Washingtoni nuk përjashton as rrëzimin e Maduros si pjesë e strategjisë të presionit ndaj Caracasit. I pyetur drejt për drejt nëse qëllimi i administratës amerikane është rrëzimi i Maduros, Trump u përgjigj se ndoshta edhe mund të jetë, duke shtuar se vendimi përfundimtar i takon vetë presidentit venezuelian. Sipas tij, situata në Venezuelë kërkon ndryshim, ndërsa SBA-ja do të vazhdojë të veprojë në funksionin e interesave të tyre dhe të sigurisë rajonale. Në guatur të këtij presioni, Trump konfirmoi se Shtetet e Bashkuara kanë konfiskuar sasi të mëdha nafte brenda brigjeve të Venezuelës në javët e fundit. Ai tha se administrata amerikane po shqyrton mundësinë që kjo naftë ose të mbahet nga shteti amerikan ose të shitet në tregje ndërkombëtare. Ndoshta do ta shesim, ndoshta do ta mbajmë, u shpreh Trump. Fushat amerikane ndaj Venezuelës përfshin gjithashtu rritjen e pranisë ushtarake në rajon dhe 10 operacione ndaj anijeve që dyshohen të jenë të përfshira në trafik droge në Oqeanin Paqësor dhe detin e Karaibeve. Sipas raportimeve, të paktën 100 persona kanë humbur jetën gjatë këtyre operacioneve. Paralelisht, Trump ka urdhëruar një bllokadë totale për cisternat e naftës që hyn ose dalin nga Venezuela. Në fundjavë, roja kufitare amerikane ndoqi një tjetër cisternë nafte në ujërat ndërkombëtare, duke shënuar operacionin e tretë të këtij lloji brenda 2 javëve të fundit. Administrata amerikane akuzon qeverinë e Maduros se përdor të ardhurat nga nafta për të financuar krime të lidhura me trafikun e drogës, akuza që autoritetet në Caracas i kanë mohuar kategorikisht, duke i cilësuar si pjesë e presionit politik të Washingtonit.